Një dënim me burgim. Dhe ta shtë shëroj, 120 edhe veç pak, edhe me gjobë, kanë pas një farloj mëshire. Pe 147-ve, 128 vendime janë me gjobë, 18 me kusht. Me kusht, dhe një rast me burgim, do më thonë. Që në përqindje, kër e kemi shëndru, ka dalë 0,8% të rasteve është shqiptu dënimi me burgim. Një pe 147-ve. 128 janë me gjobë. 128 me gjobë. E sa është të një gjoba? Gjoba mesatare ka dalu për vitit në vetë, mesatare ka qenë, do me thënë, për vitin 2022, 138 euro, 2023 në të 857, vitin 2024, 1116 euro. Krejt, për krejt që të një rrasë. Vetëmi sektor në qëtë shtetë që i përshtatët inflacionit, që kemë të qimë. që shkojnë të ingrit ka pak, qysh hypë inflacioni këta i hypin dënimet, qajna të folë mëre. Qysh edhe njerë, 138 euro e kam dhu ka qenë gjoba mesatore me të nëzonë me armë, pa leje në rrugën që të shteta. Do me thënë, dënimi maksimal është 7.500 euro gjobë dhe pej vitë në vitë mesatore në ka dalë 1.000 euro që shqiptu. Po dhe për një vit ka qenë 130... Jo, 1.038 euro. 1.000 euro. E kjo fletë për një politikë ullë dëshkimore nga ana gjykatave, dhe qka kemi vrejt ashtë gjatë leximit dhe analizimit të gjykimeve që e kanë bon kolegët, në ka dalë që realisht këto për shërben ciloj leje për armbajtje. Atë pysë edhe diçka që është që kome t'inglu hajgore e është tragjike. A ki pas që si raste? Unë e qërë e kom pas një rast ku gjykata e ka dënu 2 vjetë burgim efektiv një person për armbajtje pa leje. Edhe kam jau jep këtyne me po. Po dhe mirë, ka qenë një rast diçka që edhe njëm befasu me thonë drejten, një rast që kom zyrtare, po ai personi ka qenë recidivist, ka mojtë burg 17 vjetë. Pastaj atë sigurisht gjykata e ka po ata si rrethon rënduse, që ka është shumë e rrallë praktikën tonë gjyqësore. Se në përgjësi shqiptohen dënime simbolike, edhe një farforme amnistohen armbajtësit pa leje. E kjo që pëndonë në Kosovë do të shërbej si alarm, se nëse një krim është në rritje, atëherë dohet pa tjetër që të ashtë politikën dëshkimore. Ajë do të me një që të keqe që e shkakton shteti për shkak të armbajtjes pa leje. Që të dënime, që po thëtë kjo kërkush nuk i përjetën. Thjesht është një farë gjobe, nështë ta ja mundësën edhe me rata mi pagu, edhe